Disa proteste janë mbajtur së fundmi për deponinë në Kërqov. Protestuesit kërkojnë dislokimin e së njëjtës, kanë bërë edhe ankesa deri tek organet më të larta shtetërore, pas çka para disa ditësh pasoi me thirrje në polici të drejtorit të ndërmarrjes komunale, ndalimit të punës së punëtorëve të komunales dhe një padi ndaj komunës. Kryetari i Kërqovës, veprimin e policisë ndaj punëtorëve të ndërmarrjes komunale e quan terror politik. Reagimi i fundit që u bë para disa ditëve edhe nga Policia e qytetit Kërqovës, fatkeqësisht ndaj punëtorëve të ndërmarrjes komunale, duke ushtruar detyrën e tyre, duke larguar mbeturinë nga oborret e shtëpive, duke larguar mbeturinë nga kontenierët e qytetit apo vendbanimet si thash rurale dhe duke i grumbulluar jo në një deponi, ju lutem, jo në një deponi, por në një fazë tranzitore apo thënë një moment improvizuar të një qendre grumbulluese dhe pastaj për t'i bartur deri në Rusino ku për momentin firma, kompania e licencuar është duke i dërguar. Dehari shprehet se pas gjithë këtij presioni, ai ka vetëm dy zgjidhje, ose mbeturinë t'i lërë nëpër shtëpi, ose të më lejojnë të mundohem të gjej një zgjidhje, sepse kjo që po bëhet është tendencë politike. Fundin tu e shoh vetëm një tendencë të ashpër politike me qëllim që nuk është se kam përmendur në televizionin tuaj, nuk është vetëm në pjesën e mbeturinave, por në të gjithë kompetencat që komuna pra pushteti lokal menaxhon. Kompetencat për zgjidhjen e deponive rajonale i ka niveli qendror, tregon më tej kreu i Kërqovës. Më lejoni ta citoj dhe të citoj do thot konkluzionin, vendimin e sjellur të komunave në nivel shteti, por edhe të komunës Kërqovës, më datë 23/4 vitit 2018, ku shpall vendim Këshilli i Komunës Kërqovës për kalimin e kompetencave Qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut për krijimin e deponive rajonale. Dhe shtrohet pyetja edhe drejtuar organeve të policisë dhe gjithë tjerëve, përsa shteti nuk ka deponi rajonale, ku do të hudhen këto beturina? Ku do të mbarten këto beturina? Së fundmi në komunën e Kërqovës janë vendosur mbi 800 kontenjer për riciklimin e mbeturinave të plastikës, kanaqeve e tjerë. Me problemin e mbeturinave po përballen gati të gjitha komunat në shtet, ndërsa komunat jugperëndimore presin ndërtimin e deponisë rajonale në Novaci të Manastirit.